Kemi rikthyer në studio tashmë për të bërë një bisedë, për të dëgjuar një rrëfim sa të vështirë, aq edhe me dëshirën që pse jo kjo intervistë ne do të zhvillojmë virtualisht të shkoj edhe në veshët e atyre që duhet. Sigurisht që misioni i medias her pas here është edhe i tillë dhe kemi një lloj kënaqësie dhe krenarie her pas here kur këto videot që ne transmetojmë bëhen më virale, shpërndahen, siç thash, shkojnë në veshin e duhur dhe përkthehen më pas në një lloj sensibilizimi dhe ndihmese. Sepse e tillë do të jetë biseda që ne do të bëjmë në studio sot me një vajzë e cila na është prezantuar në publik si nëpërmjet rrjeteve të saj sociale, si nëpërmjet njerëzve që e kanë suportuar familjarët apo të panjohur qofshin ata, por edhe nëpërmjet daljeve të saj në media, me një histori tepër personale dhe të vështirë her pas here për ta bërë publike, siç është lufta me tumorin. Rovena Boshnjaku është me mua në një lidhje tani, ajo nuk ndodhet në Shqipëri, ndodhet në Itali, në shtetin fqinj, pikërisht duke ndjekur terapicë e radhës, njëra pas tjetrës, njëra më e vështirë se tjetra. Megjithatë, me anë të kësaj bisede, së pari unë dua ta shohim me shpresë dhe me dëshirën që gjërat do bëhen shumë më mirë. E di që Rovenën e karakterizon ky shpirti luftarak edhe nuk duhet të jemi pesimist, apo jo? Rovena, të përshëndes. Përshëndetje. Jam e kënaqur të të kem në studio sot, kështu në distancë, do doja shumë të të kisha këtu, edhe uroj që shumë shpejt të të kem në studio, shumë shpejt familja jote të ketë aty pranë, edhe t'i shmangim këto videot apo jo, që besoj për ty janë të zakonta, nga mëngjesja deri në mbrëmje, me miqt, me familjarët. Tashmë jam ambientuar me të gjitha, më duket diçka normale. Rovena, unë e thash pak në fillim, sepse në fakt historia jote tashmë është e dëgjuar, apo jo, njerëzit janë njohur. Megjithatë, në ekran her pas here ka një rregull kështu të pashkruar, që gjithmonë ka një publik të ri, gjithmonë është dikush që po të sheh dhe po të dëgjon për herë të parë. Kështu që pa dashur të bëhem unë e mërzitshme edhe ti të përsërisësh gjërat që tashmë i ke thënë, me një përmbledhje të shkurtër, mund na prezantosh pak me fazat e shëndetit që ty të janë dashur të kalosh në këtë periudhë? Patjetër, shumë faleminderit. Faleminderit. Atëherë, siç e din edhe tashmë njerëzit më njohin si nga rrjetet social, po ashtu edhe në për intervistat që kam dhënë në Shqipëri, unë u përballa me një tumor tek tek mitra, pastaj metastasi mitës më preku mëlçin, dhe nga aty më ka bizotëruar pothuajse këtë mëlçin time. Në fillim ishte vetëm një, pastaj më bën kemioterapi karboplatino me taksol, që humba dhe flokët e gjitha. Që është një mjekim goxha i rëndë, edhe i vështirë. Shumë i rëndë, edhe nuk funksionoi tek unë. Domethënë, siç e dini, kemioterapi këto gjëra janë vetëm për eksperimente tek neve që jemi të smur me tumor. Nuk funksionoi, domethënë ka përkesu më shumë gjendje nga një që ishte, janë më shumë tani. Saktësisht nuk e di, por janë disa me sasi të ndryshme, që janë nga 4 cm dhe më të vogla. Dhe kam shkuar në Milano, sepse këtu në Ancona ku jetoj unë, më thanë që Rovena më vjen shumë keq, po ti do të shkosh vetëm me kemioterapi, të shkoj si të shkoj. Por unë nuk u ndala, se thash nuk dua të vdes në dorën e këtyre. Shkova në Milano për bërë një konsult për të marrë një shpresë më shumë. Në Milano më thanë jo, nuk ke asnjë lloj shprese për të bërë transplantin, për të bërë operim, se thash të bëj transplantin edhe që të hiqem kësaj lloj sëmundje, më kupton? Më kuptoj. Kështu që këtu në Itali mi kanë mbyllur dyert kudo, nuk mund të më bëjnë operim asnjë lloj gjëje. Sëmundja ime po përhapet akoma më shumë, dhe mërqia ime përënohet akoma më shumë, unë jetoj tashmë me dhimbje, nuk kam ureks, ka shqetësimet e veta. Dhe jam këtu sot që t'i lutesha të gjithëve shqiptarëve që të vinë dorë në zemër dhe të më mundsojnë dhe një vizitë në Turqi, duke qenë se kam dëgjuar se bëjnë mrekullira. Të doja shumë që unë të kisha këtë shansë, sepse siç e dini unë jam nënë një fëmije 13 vjeç, dhe nuk do doja kur që fëmija im të rritë të jetim. Roven,
Kur ka qenë momenti që ty të thënë ne nuk kemi më, e di që është e vështirë, unë të kërkoj ndjes që vazhdoj të bëj pyetje, duke ditur merr kohën tënde, kur të duash më kthe përgjigje? Kur të është thënë fjalia ne nuk kemi më çfarë të bëjmë, pra kur të janë mbyllur dyert siç ti e përmende? Sa, domethënë, Tani, me datë 22 janar. 22 janar, ke marrë këtë përgjigje. Po. Okej. Dhe nga këtu ti ke filluar të kërkosh, të kontaktosh, të zbulosh cilat janë spitalet edhe shtetet që mund të marrin përsipër dhe të kanë thënë që në Turqi mund të ketë një zgjidhje apo jo. Po. Okej. Por e gjitha kjo ka një kosto, besoj, relativisht të lartë. E ke iden për çfarë shumë e bëhet fjalë? Apo nuk? Sinqerisht, nuk e kam iden, sepse në internet ka shifra shumë të ndryshme, por nëse me bëhet e mundër një transplant është 100.000 euro e sipër. Kështu që mundësit janë zero. Jo, as e diskutoj fare këtë pjesë, që mundësit janë të për më tepër që ti ke kaq kohë që trajtohesh apo jo. Kështu që në sëmundje të tilla ne e dim fare mirë që do thuash paraja nuk është asgjë dhe këtë e themi rëndom në jetën tonë, po e themi kur jemi mirë me shëndet, dhe pastaj kur ndodh që na cënohet shëndeti, që është pjesa më e rëndësishme e jona, e kuptojmë që po, paraja u dashka dhe u dashka në fakt për të hapur ca dyer. Po, në rastin tim në sëmundjeve duhet se zbën. Sa kohë bën që ti jeton mes spitaleve, terapive? Po, thuajse 2 vjet kam qenë. Po, thuajse 2 vjet. Si do ta përshkruaje ti këtë 2 vjeçar tëndin? Luftë. Luftë me veten, luftë me çdo gjë. Më ka ndryshuar totalisht, por më ka bërë dhe më të fortë. Më besoj që kur më flasin doktorët, për momentin e marr sa do të dhem zemra, por pastaj më duket normale, sepse jam e fortë, unë jam shumë e fortë. Dhe kjo sëmundje më ka forcuar jashtëmase. Patjetër që po. Të luftosh me shëndetin e të luftosh me jetën, sigurisht të bën më të fortë, dhe ky shpirti është luftarak. Në të tilla sëmundje është çelësi i suksesit shumë shpesh. Kam përshtypjen ty ta thon shumë shpesh që është një pjesë të mirë të shërimit tënd, të përmirësimit tënd e ke vetë në dorë. Ka ajo energjia brenda teje, ajo lufta që ti bën për t'ia dalë, kështu që unë jam e sigurt që gjëra do vinë në përmirësim, por këtë bisedë sot ndër të tjera, përveç se të ndarë këtë eksperiencën tënde personale dhe luftën edhe forcën që ti ke, do ta bëjmë pikërisht edhe për të bërë një apel për të ndihmuar, për të suportuar me aq sa kanë mundësi, të gjithë nga pak, shqiptarët kanë treguar në pafund raste në fakt, dhe kjo është një lloj krenarie që ne kemi si popull në fakt. Që mblidhen në kohë rekord. Po, më trego pak, si ka qenë eksperiencat e mëparshme të tua, sepse nuk është hera e parë që bëhet një apel për ndihmë, apo jo? Të lutem. Po, unë sa herë kam shtrirë dorën tek shqiptarët, gjithmonë më është dhënë ndihmë. Gjithmonë majsa kam pasur mundësinë, gjithmonë më kanë dhënë mbështetje. Për sëmundjen asnjëherë nuk kam kërkuar ndihmë. Për çfarë ke kërkuar? Është hera e parë që unë kam kërkuar ndihmë për sëmundjen. Unë kam kërkuar ndihmë në fillim kur më ra sëmundja dhe u gjenda shumë keq me qiranë e shtëpisë, me gjitha, se kisha zero ekonomi. Edhe të gjitha i kisha me letra, me dokumenta që dhe njerëzit të besoshin. Të mos dyshojnë, po. Bravo, që mos të dyshoshin tek unë, i kam treguar të gjitha. Edhe më është dhënë ndihmë. Roven, si ka qenë reagimi i personazheve publik? Më kanë suportuar disi. Kështu në distancë, apo ti ke arritur? Po, do me thënë, si të kanë ndihmuar rrjetet sociale? Rrjetet sociale më kanë ndihmuar goxha, si TikTok, ashtu edhe në Instagram. Ka shumë vipa, ka shumë këngëtarë që më suportojnë. Kam edhe këngëtaren time të preferuar, Dafina Zeqirin, që më qëndron shumë afër.
Edhe jam shumë personazhe të tjerë. Unë kam vendosur si në TikTok ashtu dhe në Instagram, kam vendosur PayPal-in tim, kam vendosur IBAN-in tim, edhe njerëzit majsta kanë mundësi më ndihmojnë nëpërmjet këtyre. E kuptoj. Ti me kë jeton tani aty ku je? Unë tani momentalisht ndodhem tek shtëpia e mamit sepse vetëm nuk mund të rike shtëpia ime. Ke nevojë për shërbime? Po, sepse gjithë krau i djathtë mua më dhan 24 orë. Okay. Nuk kam oreks, ka raste që më merrem kja sot në orën 1 do shkoj të veja të port këtu që është diçka që vendosi këtu brenda të zemra. Sepse nuk më gjendën plu damarët, nuk kam asnjë damar në trup, nga që kemi terapia mi ka shkatruar të gjitha. Edhe për te rrugtimit spital-shtëpi, si është dita jote? Do me thënë, më thuaj, e di pse se shumë ndet i thuash dikuj që mendja i rrotullohet vetëm drejt shëndetit, jetës, planeve të së ardhmes, për të bërë apo jo, ti thuash, hiqe mendjen, ku diu mos u streso, mundohu të argëtohesh, ose mundohu të bësh diçka që ty të pëlqen dhe të jep buzëqeshje, se besoj këto janë fjali tipike që të thuan apo jo. Po ndërkohë e vërtet si qëndron, si është Rovena në momentin që do fikim të kamerën tani bashk? Shiko, me them, unë e mendoj vdekjen për ditë. Nuk e di, duke si kur ditët e mia, po shkurton akoma më shumë. Sado që mundohem unë qesh për para familjes, nuk dua që t'i bëj të ndjen keq. Edhe fëmijës tim po ashtu, por është diçka që nuk më hiqet nga mendja. Sado që mundohem të dal për shembull të pi një kafe, të bëj një shëtitje, por prapë është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, por unë nuk dorëzohem kurrë. Deri në frymën time të fundit, unë do luftoj për veten time. Çdo ditë që kalon, çdo kohë që kalon, është shumë për ty. Unë uroj shumë që me anë të kësaj videoje që ne po bëjmë bashk, të gjithë të lëvizin nga vendi, sa do pak u bëjmë të gjithë bashk bëhen shumë. Edhe mund të marrësh kohën tënde dhe të flasësh me ata që po na ndjekin tani, nga ekrani, nga rrjetet tona sociale, nga News 24, nga Balkan Web, nga faqja jote, nga faqet tona personale. Le ta shpërndajmë sa më shumë dhe të dëgjojmë edhe një herë mesazhin tënd nga Villa 24, po. Patjetër. Atëherë, jam një nënë 33 vjeçë, kam djalin 13 vjeç dhe nuk dua të lë jetën. Po luftoj me tumorin. Tumori më ka mbizutur mëlçin. Kështu që do ju lutesha shumë të vini dorën në zemër edhe të më mundësoshit një vizitë, një transplant në Turqi, sepse mundësitë e mia janë zero si ashtu dhe të familjes time. Ndjes Unë e di që ne shqiptarët bëjmë shumë për njëri tjetrin. Besoj që edhe për mua do bëni diçka. Mendoni si për motrën e juaj, si për fëmijën e juaj. Kaq. Shpresoj shumë që kur të qëndrojmë në kontakt me njëra tjetrën në vazhdim dhe kur të kemi një lidhje tjetër së bashku, ta kemi pikërisht nga Turqia ndoshta, apo për të thënë që fondi u mblodh, parat u mundsuan, terapia jote e radhës është duke u ndjekur. Unë uroj me zemër që gjithçka të shkojë mbar. Për ty, për familjen tënde, për djalin tënd, nuk dua të pyes fare në pjesën e të qenurit nën, se e di që do fillojmë të qajmë të dyja, kështu që le t'i shmangim tani këto lotët, dhe t'jemi optimist, pozitiv, edhe ti doja dalësh, Roven. Unë kam besim që doja dalësh, siç the edhe vetë, lufta nuk mbaron asnjëherë. Në fund ditës ne gjithë jemi në një lloj lufte në përditshmërinë tonë. Thjesht tani është koha për t'i kushtuar pak më shumë vëmendje rasteve si ty, edhe Rovenës sot, të gjithë bashkë, edhe le të bëjmë atë që nuk na kushton asgjë në fund, dhe
ti të realizosh atë për cilën ke nevojë tani që flasim bashkë. Shumë faleminderit, Të shumë përqafoj faleminderit nga gjithëve. studio, nuk të mbaj më gjatë, nuk dua të të lodh më shumë, edhe do lidhemi përsëri. Pa çdo ditë të mbar. Faleminderit Rovena. Faleminderit shumë, 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 shumë. Mirë, uroj që kjo bisedë që kemi zhvilluar, e di që jeni hasur me të tilla mesazhe në rrjetet sociale nga njerëz të ndryshëm, një nevojë nuk i ngjan tjetrës, e di që janë pjesë e jetës dhe realitetit tonë. Unë uroj shumë që intervista me Rovenën të mos jetë thjesht një intervistë në Villa 24, por të na bëjë të gjithëve të reflektojmë e të ndihmojmë sado që mundësitë t'i kemi. Shkojmë në publicitet tani dhe kthehemi me të ftuarën e dytë për sot.